Presidenti i entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, ka arritur të largohet nga Bosnja pavarësisht se për të ishte lëshuar një urdhër arrest. Sipas raportimeve, mbrëmjen e së hënës, Dodik ka udhëtuar nga Beogradi drejt Izraelit. Pas barkimit në Izrael, Dodik dërgoi një mesazh në rrjetin social X dhe tha se respekton thellësisht historinë dhe vendosmërinë e Izraelit. Avokati i Dodik thotë se vendimi nuk ka ardhur. Ai gjithashtu përmendi një apelim të mundshëm, raportojnë mediat bosnjake. Unë kam filluar një vizitë në Izrael, një vend, forcën, historinë dhe vendosmërinë të cilit e respektoj thellësisht. Izraeli tregon se liria dhe siguria nuk kanë çmim dhe se një popull që e di se kush është, nuk pranon të jetë asnjë objektiv, asnjë vartës, shkroi Dodik në X. Ashtu si Izraeli mbrohet, po ashtu edhe Republika Srpska mbron të drejtën e saj për të ekzistuar, vendosur dhe ruajtur beslidhjen e të parëve të saj. Serbët dhe hebrejt janë popull që u përpoqën të zhdukeshin plotësisht dhe ata mbijetuan. Kjo është arsyeja pse ne e kuptojmë njëri tjetrin dhe kjo është arsyeja pse ne qëndrojmë së bashku, vjoj ai. Milorad Dodik kishte planifikuar të merrte pjesë në konferencën kundër antisemitizmit në Jeruzalem, Izrael, më 26 dhe 27 mars sipas njoftimeve të mëparshme. Largimi i Dodik shkaktoi reagim të policisë kufitare në Bosnjë-Hercegovinë, pasi me urdhër të drejtorit Mirko Kupresaković nisi një hetim mbi mënyrën se si ai ka kaluar kufirin shtetëror.